Përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush një lidhje dashurie, një emocion që në fakt po ndodhen brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Edhe pse në fakt u përfol si një babai i cili hyri në Big Brother për t'i treguar të birit se kë duhet të dashuron, me kë duhet të lidhet, çfarë emocionesh duhet të krijon. Ai nuk është se ndoqi fjalën e babait, edhe pse unë nuk jam kundër një prindi i cili të futet dhe t'i tregon të birit të tij më të mirën për të, nuk ka gjë të keqe në këtë mes, por siç duket, kjo lidhja e emocioneve të Tonit në shtëpi nuk është me Bien, por as me Lionën, por është me Benitën. Prej ditësh janë duke kaluar shumë kohë së bashku, ndërsa momentet e tyre po komentojnë gjërësisht në rrjetet sociale. Dyshja po shfaqet çdo ditë edhe më afër, duke ndezur debatet për një romancë të mundshme brenda shtëpisë. Edhe mbrëmjen e sotme ata kanë qëndruar të përqafuar për disa minuta duke mos e fshehur as pak komoditetin që ndjejnë pranë njëri tjetrit. Siç duket, Toni ka vrarë mendjen i çiksi shumë dhe ka menduar, ka thënë që unë duhet të krijoj një lidhje këtu brenda shtëpisë së Big Brotherit, më duhet ta them publikisht, nuk është se ka qenë aktiv, domethënë nuk ka patur asnjë lloj loje, ka qenë shumë i heshtur, ka qenë shumë i qetë, ka qenë shumë i mbyllur, por thotë që unë duhet të krijoj një lidhje këtu brenda për të qenë sa më afatgjatë. Tani, Bia vërtet u largua nga Toni, por shkoi tek Arditi. Mbrëmë Arditit duke qëndruar në dhomën e ndenjes i shtrirë, Bia e puthte në ball, ja ledhatonte fytyrën, e përqafonte. Unë nuk dua të them që Arditi ka krijuar një lidhje dashurie me Bien, por që do të thënë po krijon një lloj emocioni, kjo gjë është e dukme, afrimitet, jo dashuri, le të them një shoqëri e mirë. Ndoshta Bia e bën me kastile këtë gjën për ta bërë Tonin që të ndihet xhelos, sepse ajo ka ndjerë që Toni mund të ketë filluar që të krijojë një emocion, mund të ketë filluar që të krijojë një ndjesi shpirtërore për Bien. Por gjithsesi Benita duket që është shumë e lumtur në krahët e Tonit. Nuk ka asnjë gjë të zyrtarizuar akoma që Toni dhe Benita mund të kenë krijuar lidhjen. Mbrëm teksa po ndiqja Bikun dëgjova një bisedë që në fakt Toni me Benitën kanë bërë kundërdrejt njëri tjetrit, duke i thënë Benita që unë nuk ndihem akoma gati për të krijuar një lidhje, por unë në fakt doja të marr mendimin tuaj. E shikoni ju Benitën edhe Toni një çift apo është thjesht një strategji për të shkuar drejt një jave më shumë brenda shtëpisë së Big Brotherit?